LSDM dhe PDSH firmosën zyrtarisht metodologjinë e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Në këtë mënyrë, KSZ-ja mori dritën jeshile të 4 partive politike për të filluar me pastrimin e listës zgjedhore. Kreu i LSDM Zoran Zaev tha se nuk ka hequr dorë nga kërkesat për kontrollin e listës zgjedhore për të siguruar zgjedhje të drejta dhe demokratike. Nije sakame uslovi za fer i Qëllimi jonë është i sinqert dhe i ndershëm. Ne dëshirojmë kushte për zgjedhje të drejta dhe demokratike. Ky është qëllimi jonë. Ne nuk kemi ndërmend të heqim dorë nga asgjë. Këtë e bëjmë në mënyrë konstruktive, fleksibile dhe këtë metodë do ta vazhdojmë edhe në të ardhmen. Metodologjia i parashikon të gjitha operacionet të domosdoshme për pastrimin e listës zgjedhore, kontrollin statistikor, listat zgjedhore nga viti 2009 e këndej, kryqëzimin e të dhënave nga 10 institucionet shtetërore dhe kontrollin në terren për rastet e dyshimta. Megjithatë, Zaev tha se shikon të pamundur plotësimin e kushteve për zgjedhje demokratike më 24 prill, mandje edhe nëse faktori ndërkombëtar më 20 shkurt do të jepte vlerësim pozitiv. Nga ana tjetër, çështja e mediave mbetet ende e pasgjidhur. Partitë politike pritet sot ta pranojnë propozimin final të ndërmjetësit Van Hojt në formë të propozim ligjit me qëllim që deri nesër t'i prezantojnë vërejtjet e tyre. Mbështetje ndaj propozimit të Van Hojtës dhanë edhe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë dhe sindikata e pavarur e gazetarëve. Ky propozim është i bazuar në praktikat më të mira evropiane dhe idetë më pozitive të gazetarëve, ekspertëve dhe mediave të Maqedonisë. Me këto propozime do të ndërpritet një praktike keqe që pushteti me parat publike të korruptojë dhe të kontrollojë media në Maqedoni. Me reformat e propozuara do të sigurojmë zgjedhjet e lidhura dhe do bëjmë hap serioz në drejtim të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Shoqata e gazetarëve ju bën thirrje partive politike që të pranojnë propozimin e Van Hojtës, pasi është në vijim me standardet evropiane.